është mbrojtja nga keqbërësi dhe vjedhja e llogarive online që poshtohen bashkë me zhvillimin teknologjik. Po si paraqitet Shqipëria në raport me sulmet kibernetike? Gjatë 2 viteve të fundit, vendi ka qenë në mënyrë të vazhdueshme prej sulmeve kibernetike, ku vetëm gjatë vitit 2023 ishin 46 të tilla, ndërkaq që vitin e kaluar u regjistrua një numër më i vogël me vetëm 20 sulme kibernetike. Janë disa sektorë të shigjetuar nga hakerat dhe keqbërësit, më të sulmuarat rezultojnë bankat, shërbimet digjitale dhe sektori i energjisë. Sot në A2 Business diskutojnë për javën globale të paras, të fokusuar tek mbrojtja nga sulmet kibernetike në sistemin bankar dhe nga vjedhja e llogarive online. Ndihemi material dhe rikthehemi. Më mirë të dish apo të kesh, kjo pyetje që duket si loj fjalësh që shpesh na është bërë në fëmijëri ka marrë përgjigje nga disa prej njerëzve më të pasur në botën e sotme kapitaliste. Investimi më i mirë që mund të bëni është në veten tuaj, sa më shumë të mësoni, aq më shumë do të fitoni, është emëruesi përbashkët i dakordësisë së miliarderëve amerikan Warren Buffett, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg apo Larry Ellison. Me në bazë filozofin, paraja rrotullon botën, edhe Shqipëria po përpiqet të bëhet pjesë e hartës globale të popullatave të edukuara financiarisht. Në këtë kontekst, edhe ne si Bankë Qendrore organizojmë javën globale të paras me funksion me qëllim kryesor edukimin financiar të brezave të ri. Por bota e sotme kapitaliste veç mundësive ofron edhe rreziqe. Mashtrimi është një prej tyre. Për edukim financiar jo vetëm në drejtim të përdorimit të këtyre sistemeve, por gjithashtu dhe të informacionit për të mbrojtur nga keqbërësit, për të mbrojtur nga informacioni gabuar, dhe për të mos rënë pre e mashtrimeve financiare sikurse ndodh në të gjithë botën. Në përpjekje për të shpjeguar rëndësinë e edukimit financiar me qëllim vënien në përdorim në mënyrë të zgjuar të paras, guvernatori Seiko kërkoi më shumë përpjekje në drejtim të kultivimit të njohurive. Për këtë qëllim, Banka e Shqipërisë organizon çdo vit në bashkëpunim me institucionet, Shoqatën Shqiptare të Bankave, institucionet e tjera publike, partnerë dhe bankën botërore, javën globale të paras për të formuar sa më mirë të rit, studentët dhe qytetarët shqiptar për vendimarrjet e tyre financiare. Nga viti i ardhshëm mësimor, edukimi financiar mund të përfshihet si lëndë edhe në arsimin fillor në shkollat e vendit. Për të diskutuar për javën globale të paras, kam në studio zotin Altin Tanku, drejtori i Departamentit Kërkimeve në Bankën e Shqipërisë. Mirë se erdhe zoti Tanku. Ndiq me mençuri është slogani këtë vit i javës globale të paras. Ndiq me mençuri informacionin, presupozohet në kushtet kur informacioni nuk merret më vetëm nga televizionet, por ka burime të ndryshme me zhvillimin teknologjik, kryesisht të internetit, YouTube-it e platformave të tjera. Pse kjo qasje kritike ndaj burimeve të informacionit? Ju e thatë me shumë të drejtë që informacioni është i shumë llojshëm dhe vjen nga shumë burime dhe nga shumë drejtime. Jo detyrimisht të gjitha profesionale ose të akredituara për të dhënë informacion profesional. Po përjetojmë një revolucion në mënyrën se si mësojmë rreth botës dhe se si mësojmë dhe rreth ekonomisë, investimeve, pagesave, gjithçka që neve bëjmë. Shpesh janë influencuesit ata që na drejtojnë. Ne themi influencer, influencers që neve shprehemi influencers, që na tregojnë ose na mësojnë çfarë duhet të bëjmë, si të bëjmë, ose shpesh ne thjesht i ndjekim ata sepse na pëlqen që t'i ndjekim. Kjo përqasje ka nevojë për mençuri. Është e nevojshme që informacioni që neve marrim, pavarësisht nga burimi që e marrim, dhe për më tepër kur është jo nga burime të licencuar ose të akredituara për dhënë këtë informacion, është e nevojshme që të gjykohet, të vlerësohet para se të ndërmerren veprime ekonomike, financiare, investime, pagesa e të tjera me radhë. Dhe ky është thelbi i javës globale të paras. I fton njerëzit që të gjykojnë dhe të mendojnë për informacionin që marrin. Nga vlerësimet që ju keni bërë për të gjitha burimet e informacionit pak a shumë, sa të sakta janë aktualisht, për sa i përket transaksioneve bankare, se është një fushë e cila është shumë specifike dhe mbi të gjitha Shqipëria fatkeqësisht ka një nivel të ulët të kulturës financiare. Kemi thënë këtë, pavarësisht se raporti i fundit na nxjerrte mirë. Na nxjerr mirë, e drejtë. Por që në tërësi, në të gjitha grup moshat e mesatare kemi problemet tona. Po, ne kemi dy lloj, do t'i ndajmë në dy lloj, në dy kategori informacionet. Ka informacion që vjen nga institucionet, dhe kur flas institucionet, flas Banka e Shqipërisë, institucionet financiare dhe institucionet të tjera, të cilat bëjnë edukim financiar në Shqipëri, dhe ky informacion është i saktë.
bazohet në ligj, bazohet në rregulloret e Bankës së Shqipërisë dhe në aktivitetin që kryen institucionet financiare, banka dhe jo banka në Shqipëri. Por ka dhe informacione të tjera, të cilat vijnë nga burime që nuk janë këto që përmendëm. Për shembull, një influencues apo një person i cili ka bërë një libër në lidhje me financat, në lidhje me investimet, në lidhje me pagesat, apo të themi ekspertë të ndryshëm të ekonomisë, të cilët flasin për tematika që lidhen me financat dhe me ekonominë. Shpesh nga ndonjëherë, këto informacione mund të mos jenë sakta, por dhe kur janë të sakta, një informacion mbi një fenomen i dhënë në një kohë të shkurtër, në ato reels që themi në 30 sekondë ose 40 sekonda, nuk është i plot, mund të jetë i saktë, por nuk është i plot dhe duke mos qenë i plot, mund të shtyjë të bësh një vendimarrje të gabuar ekonomike dhe financiare. Çfarë duhet të kenë parasysh qytetarët? Domethënë unë si qytetare hap internetin, Instagramin apo një platformë tjetër përballë me një situatë të tillë, duhet bëj një blerje, duhet bëj një transakcion, më tregon si ta bëj, gjendem përballë këtij fakti. Çfarë bëj unë në këtë momente? Unë do thosha që duhet kem parasysh që gjithmonë mund të ekzistojë një mundësi gabimi ose pasaksie në informacionin që ata po marrin. Unë do ta quaja beso duke dyshuar, kontrollo dhe mbi të gjitha mëso dhe edukohu vetë. Këto janë parimet që të nxjerrin ose të mbrojnë të themi në transaksionet e tua në jetën tënde financiare. Edhe ekonomike, edhe në blerje, edhe në pagesa, edhe në gjithçka. Në momentin që ti merr një informacion lidhur me një transakcion për cilin ke interes, lexo dhe diçka tjetër, pyet dhe dikë tjetër, një burim zyrtar, një domethënë e parë punës si skeptik, që personi i cili po i jep informacionin, ndoshta nuk e di dhe nuk e ka të plot. E dyta, kërkoj informacion shtesë. Shiko, institucionet financiare, banka, jo banka, Banka e Shqipërisë, çfarë bëjnë, çfarë thonë në lidhje me këtë informacion? A e trajtojnë në të njëjtën mënyrë apo e trajtojnë në një mënyrë tjetër? A përmendin rreziqe apo përmendin oportunitete në lidhje me këtë informacion? Dhe gjithashtu përpiqu të edukohesh. Ka gjithmonë informacion të vlefshëm në Banka e Shqipërisë ka bërë një strategji të edukimit dhe të përfshirjes financiare, si pjesë e kësaj strategjie ne nxjerrim informacione dhe përpiqemi të shpjegojmë të gjitha instrumentat financiare, të gjitha instrumentat e pagesave, mënyrën se si funksionon sistemi dhe natyrisht ka edhe një dritare ku çdo njeri i interesuar për një pyetje të mirëfillt financiare ekonomike mund të drejtohet tek Banka e Shqipërisë dhe ekspertët e Bankës së Shqipërisë natyrisht do t'i kthejnë një përgjigje për këtë punë. Është websajti i Bankës së Shqipërisë, është Facebooku i Bankës së Shqipërisë dhe të gjitha linjat e tjera të komunikimit që Banka e Shqipërisë ka me publikun. Po kështu bankat e nivelit të dytë ofrojnë një informacion financiar, pra në qoftë se dëshiron të bësh një transakcion të cilin e ke dëgjuar online si të vlefshëm, bisedoje një herë me një bank ose me një institucion tjetër financiar, jo bank. Çfarë mendojnë ata? Çfarë ndodh në momentin që merret një individ hasi një informacion gabuar apo në një le të themi influencers apo një ekspert që jep gabimisht informacionin, e kupton keq, bën veprimin, gabon, çfarë ndodh tani, çfarë duhet bëj? Me keqja që mund të ndodhi është që investimi të humbas vlerën, sepse një influencues mund të jetë edhe një haker në një formë apo në një tjetër. Një keqje më e vogël është që fitimi të mund të mos materializohet. Pse? Sepse është bërë investimi i gabuar. Mund të humbitet vlera e investimit ose vlera e pagesës që është bërë, por mundet që të merret një fitim më i vogël nga ai që është pritur. Për shembull, ka njerëz që të thonë, të ka ardhur një pako, dërgo këtë pagesë në filan llogari që të marrësh pakon e tjera me radhë. Këto janë mashtrime. Gjërat, fitimet janë të vështira për të marrë në mënyrë të thjeshtë. Kështu që duhet mbajtur parasysh ky fakt. Çfarë mesazh mund të merret zonjë Tanku, në kushtet ku të gjithë jemi të ekspozuar ndaj rrezikeve të tilla? Të gjithë jemi të ekspozuar ndaj rrezikeve të tilla. Dhe në fakt nuk dua të theksoj vetëm faktin e riskut që po na vjen llogarin apo po na mashtrojnë. Por ne jemi të ekspozuar ndaj rrezikeve sepse sistemi financiar dhe instrumentat financiare zhvillohen çdo ditë shumë shpejt. Dalin instrumentat e reja. Një pjesë e tyre hyn në transaksione edhe kur nuk janë ende rregulluara nga autoritetet monetare apo financiare të vendit. Nuk flas në Shqipëri, por flas edhe kudo në botë. Kriptomonedat, kriptovalutat janë një
investimi I ri ka një vlerë shumë të luhatshme. Duket sikur fiton sot, por nesër vlera e tyre mund të ndryshojnë në mënyrë drastike dhe të materializosh një humbje. A ke një investim për një periudhë afat gjatë apo e ke një investim për një periudhë afat shkurtër? Të gjitha këto element duhen mbajtur parasysh, sepse një investim që është fitimprurës në afatën e gjatë mund mos jetë fitimprurës në afatën e shkurtër dhe ty lekët duhen nesër mbas një muaj dhe nuk të duhen mbas 10 viteve. Të gjitha këto element duhen mbajtur parasysh. Sa të informuar janë për kriptos shqiptarët se e kanë me qef këtë punën e investimit të kriptomoneda, po kjo është fushë shumë specifike, sepse duhet kesh njohurit apo informacionin e duhur që kur investon me risk të lartë, duhet marrësh parasysh, domethënë që mund të humbasësh edhe pse fitimi në këtë rast është I lartë. Pa shkon paralel. Parimi bazë në financë është një kthim I lartë, fitim I lartë, nuk kupton një rrezik të lartë. Dhe duhet të jesh koshient për këtë zgjedhje që bën. Përgjithsisht financa nuk është një zanat ose një profesion I thjeshtë. Është një profesion që kushton të gjesh, të parashikosh me saktësi se ku do të jetë vlera e një pasurie apo vlera e një investimi apo e një teknologjie. Nesër, në fund të vitit, 3 apo 10 vite nga sot, është një fenomen I vështirë. Dhe për këtë shpenzohen sasi të konsiderueshme parash, sasi të konsiderueshme investimesh nga tregjet financiare. Rrjedhimisht duhet të besosh institucioneve dhe jo influencuesve, sepse nuk është të thënë që ato t'i kenë këto informacione. Këtë vit është ndihmë mençuri për ekspozohet informacionin për të mbrojtur nga sulmet kibernetike. Vitin e kaluar kanë qenë mashtrimet online. Pra 2 vite fokusi është në këto çështje të lidhura me zhvillimin teknologjik. Ka diçka realisht shqetësuese apo ne ju bijmë këmbanave të alarmit përpara se të bëhen shqetësuese? Pra ka ndodhur diçka përtej? Janë të 2 fenomene prezent dhe që kërkojnë shumë vëmendje. Janë të 2 të rëndësishëm. E para e punës është që zhvillimi teknologjik ecën shumë shpejt. Dhe çdo ditë krijon instrumenta të reja të pagesave, instrumenta të reja të investimeve. Dhe është e vështirë që dhe për një person të fushës është e vështirë që ti ndjeki dhe ti njohi të gjitha këto fenomene dhe këto instrumenta. Rrjedhimisht duke qenë e re, duke qenë e ndryshme, duke qenë online, e bën fenomenin të vështirë. Dhe tjetra është që po ne e dim që ka dhe fenomene, unë nuk do thosha shqetësuese, ka dhe shqetësuese, po jo shqetësuese, por edhe fenomene të cilat kanë ndodhur dhe tregojnë që tregu financiar mund të jetë I vrazhd me ata që futen, investojnë dhe luajnë në të. Për shembull ne shikojmë që vlerat e kriptovalutave luhaten në mënyrë drastike. Nga dita në ditë mjafton një lajm dhe vlera bie me disa mijëra euro në mënyrë të menjëhershme, nga sot në nesër. Gjithashtu mashtrimet online, sulmet kibernetike, neve e dim që janë një fenomen I cili I kanë prekur të gjitha vendet, na kanë prekur edhe neve, jo më larg se sa 1 apo 2 vite më parë. Jo për fatin tonë të mirë, por për punën tonë të mirë, shqyr sistemi bankar ka ngelur I paprekur dhe neve nuk jemi dëmtuar në këtë drejtim. Banka e Shqipërisë I kushton vëmendje të rëndësishme të themi mbrojtjes nga sulmet kibernetike, mënyrës të funksionimit të sistemeve të pagesave dhe sistemeve tjera, por këto janë fenomene që në botë janë prezente, deri diku kanë prekur dhe ekonominë shqiptare në rastet që neve I dim, dhe prandaj kërkohet një vëmendje e shtuar. Kush janë më të ekspozuarit? Kush bën më lehtë prek? Kryesisht të rinjt, të cilët kanë edhe ndoshta një nivel më të ulët të edukimit financiar apo le të themi të rriturit? Në fakt secila grup mosh ka specifikat e veta. Të rinjt kanë dëshirën e madhe për të pasuruar menjëherë, për të përqafuar të ren menjëherë dhe janë të gatshëm, kanë guximin dhe dhe pranojnë dhe rrezikun dhe hidhen në veprim. Dhe ky është një rrezik në vetvete, sepse gjithmonë ofertat nga ndonjëherë përmbatin edhe mashtrime edhe informacione jo të sakta. Ndërkohë tek grup mosha më e madhe, domethënë ndoshta mund të jetë të themi aftësia për të punuar me financat online, për të përdorur digitalizimin, telefonin dhe për të kuptuar dhe për të ndërvepruar me të gjithë këtë informacion të ri. Në këtë rastin e dytë, nga ndonjëherë dhe kur nuk është mashtrim, padashëm të bëhet një gabim në shtypjen e një taste apo në shtypjen e një
të themi tabit të gabuar. Kështu që secila specifik duhet të trajtoj rastet sipas grup moshës dhe ky në fakt është dhe qëllimi i Bankës së Shqipërisë në strategjinë tonë të edukimit dhe të përfshirjes financiare. Ne përpiqemi të trajtojmë grupet jo njësoj, por të themi cilat janë grupet vulnerabël dhe të hartojmë një strategji për secilin grup vulnerabël sipas karakteristikave që grupi ka. Dhe një apel të fundit, zoti Tanko, çfarë do t'i thoshë qytetarëve, të cilët, siç thash, të gjithë jemi të ekspozuar? Hapin telefonin, hapin një ekran laptopi, një ekran PC dhe aty hasin informacione, një pjesë cilave nuk i kuptojnë, një pjesë cila nga dëshira për kurioziteti gabojnë. Çfarë do t'i thoshe? Nga se duhet kënë kujdes, cili do t'ishte apeli juaj? Unë do të them tek ajo që thash, beso duke dyshuar, kontrollo, mëso dhe edukohu. Na ndodh të gjithëve, edhe mua, kur shikojmë një lajm shumë të mirë, duhet të ketë diçka. Patjetër, mund të mos ketë, por gjithmonë dysho që ka diçka. Mund të jetë një mashtrim, mund të jetë një informacion jo i plot, ndoshta nuk di shumë në atë fushë, përpiqu të lexosh një çik më shumë në atë fushë për të kuptuar nëse është e vërtet apo është mashtrim. A ka rrezik, se mund të jetë e vërtet, por ka një rrezik shumë të lartë, të cilën individët nuk janë të gatshëm ta pranojnë. Prandaj sepse jo gjithçka është ashtu siç duket. Jo gjithçka është ashtu siç duket dhe përgjithsisht gjërat nuk janë ashtu siç duket, domethënë. Altin Tanko, të falenderoj që ishe në Dy Biznes. Ju falenderoj dhe unë shumë. Dashur miq, një hapësirë shkurtër publicitare dhe rikthehemi shpejt në Dy Biznes me zhvillimet kryesore nga ekonomia për sot. Mirëmbrëma, mirë se vini në debatin e A2 CNN. Pyetje. Shëndetësore, shqiptarët morën 41 miliard lek ose rreth 410 milionë euro hua nga institucionet financiare jo banka vitin e shkuar. Në raport me 2023, kredia e dhënë nga mikrofinanca u zgjerua me 4 miliard lek apo 10.8%. Mikrofinanca trajton individ dhe bizneset të cilët bien në një segment pak më poshtë se i takon nivelit të ardhurave dhe po ashtu kanë edhe një shkallë pak më të lartë të informaliteti. Pjesa më e madhe këtyre huave ju dhan bizneseve ndjekur nga individët dhe bujqit e fermerët. Të dhënat nga Banka e Shqipërisë tregojnë se tani më kredia dhënë nga mikrofinanca po zë mbi 7% të totalit të huave të dhëna gjatë 2024-s. Mbetemi huadhënësi kryesor në bujqësi, pavarësisht të gjitha përpjekjeve edhe nga sektori bankar edhe nga financues të tjerë, sërish mikrofinanca mbetet huadhënësi kryesor. Ne I mundsojmë rreth 25.000 bizneseve familjare që të kenë oportunitete dhe të mbështeten në këto burime të ardhurash, të sigurojnë punë për veten, për partnerët edhe për fëmijët e tyre. Ulja e tavanit për kredit nga mikrofinanca vlerësohet si shkak I rritjes së huamarrjes nga institucionet financiare jo banka.
Ndërkohë, shpopullimi veçanërisht i periferisë ka ulur ndjeshëm kërkesën nga klientë të zonave rurale. Që kërkesa aty nuk është ka qenë në ato nivele ku ka pas qenë vitet e kaluara, pra kemi një farë shpopullimi, një largim të popullatës, një tendencë për të përqendruar në qytetet e mëdha për shkak të oportuniteteve të ulta që zonat paraqesin. Të dhënat e shoqatës Mikrofinanca Shqiptare tregojnë se gjatë vitit të shkuar pati gjithsej 266.442 klientë aktiv. Pjesa më e madhe e tyre, gati 159.000, rezultojnë gra. Vetëm një orë më tepër furnizim me ujë të pishëm, kaq ishte përmirësimi shënuar vitin e kaluar. Të dhënat nga enti rregullatori i ujit treguan se koha e furnizimit me ujë arriti në mesatarisht 17.3 orë në ditë. Reforma po kuron disa plag, por jo sëmundjet e kthyer në gati të pashërueshme në sektorin e ujit. Edhe vitin e shkuar, për më shumë se 61% të ujit të harxhuar nuk u mblodh asnjë lek. Në raport me 2023-shin, treguesi i ujit pa të ardhura u përmirësua fare lehtë. Riorganizimi në vetëm 15 nga 58 shoqëri ujësjellësish që ishin nuk ka sjell as rezultate në drejtim të gjeografisë së mbulimit me ujë. Treguesi ra në 72.2% të totalit të territorit nga 75.3% gjatë 2023-shit. Ky tregues është larg synimit për të mbuluar me furnizim gjithë territorin e vendit. Realisht, ky është një objektiv ambicios. A është i arritshëm? Mendoj që nëse do punohet shumë edhe mund të arrihet. Lajmi i mirë në raportin vjetor të entit rregullator të ujit për vitin e shkuar është ai për uljen e punësimeve në sektor. Numri të punësuarve ran në 4.65 për çdo 1.000 lidhje nga 4.73 që ishte gjatë vitit 2023. Sipas entit, betejë për ujin e pishëm, i cili ende vijon të jetë i rrallë dhe me ndërprerje për shumë familje shqiptare, do mund të quhet gati e fituar vitin e ardhshëm. Qeveria planifikon që nga mesatarisht 17.3 orë në ditë, koha e furnizimit të rritet në 19 orë. Mendoj që është shumë pozitive dhe mendoj që duhet jetë e përllogaritur për arritjen e objektivit, pikërisht lënia e një zëri të tillë për investime në buxhetin e për pushtetin lokal për ujësillës kanalizimet. Në zonat bregdetare, të cilat pritën vitin e shkuar turistë sikur më parë, koha mesatare e furnizimit me ujë parashikohet të arrijë në 21 orë në ditë. Për të dëgjuar sa më pak pyetjen kur do të vijë uji, Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka vënë në dispozicion 4.5 miliard lek ose rreth 44 milion euro vetëm për vitin e ardhshëm. Valutat marrin veten ndaj lekut me përjashtim të euros. Moneda europiane ka zbritur në kotën e 99.2 lekëve, ndërsa monedat e tjera kanë shënuar rritje në tregun tonë të këmbimit, por për më shumë ndikin pasqyrën me vlerat e shkëmbimit të tyre. Ky sa dy biznes për sot, bashkëshimin e sër, mirëpafshim.